E nisim nga një pyetje shumë e thjeshtë që është ajo e fikjes së Bolierit, ndërkohë që ne shkojmë drejt dushit për t'u larë. Duhet bërë, nuk duhet bërë, çfarë po bëjmë gabim? Tani, normalisht shumica e qytetarëve nuk i kanë instalimet elektrike në banesa të sakta ose në mënyrën e duhur. Dhe në momentin kur nuk ka tokëzim, nuk ka automat diferencial për që 100% i sigurt, më mirë ta fikin bojlerin dhe le ta përdorin, le të ose të lahen dush. Në momentin që instalimet elektrike ose impianti elektrik është në rregull, por normalisht duhet të jetë i certifikuar, duhet të jenë bërmatje. Dhe unë nuk besoj se ka ndonjë shqiptar në Republikën e Shqipërisë që mund na thotë që i ka instalimet elektrike në rregull, sepse bëhet kualidimi i impiantit elektrik, gjë e cila në vendin ton mungon. Një lloj si çohet makina çdo 2 vite për kualidim sepse ndryshojnë parametra teknik, e njëjta gjë duhet bërë dhe për impiantin elektrik. Dhe në momentin që nuk është kjo, ne të gjithë jemi të rrezikuar. Pra duhet fikur bojlerin nëse ne nuk i kemi një veprim shumë i thjeshtë për t'u bërë, sepse mund të shpëtoj jetën.